Ndodhet vetëm pak kilometër nga qyteti i Shkodrës, por fshati Grudere në njësinë administrative Rrethina vuan mungesën e ujit të pijshëm. I gjithë fshati është i mbushur me depozita të vendosura nëpër terracat e shtëpive, ndërsa konsumimi i ujit të puseve rezulton të jetë i rrezikshëm. Prej të paktën 2 dekadash e gjysmë fshati Grudere i njësisë administrative Rrethina në bashkinë e Shkodrës përballet me mungesën e ujit të pijshëm. Sidomos gjatë stinës së verës, situata bëhet edhe më rënd. Banorët thonë se janë të detyruar që ujin ta mbushin në fshatrat e tjerë, duke bërë kilometra të tëra. Kena pas çesme të instalume çesme 2-3 çesme, domethënë, kanë pamush 22 më në radhë ashtu. Kurse tash erdhi puna, mungesa bëm investimin atje. Bashton, kena qit nuk e di sa 8000 lekë për familje, nuk e di. E kena hap kanalin 1 metër e gjysë me krahe, me punëtore, me kasale. E kena shtrituar janë tubat me zyftet tanë, dhe s'vjen pika e ujit. Kur të shterën puset, ku të mujmë me mush. Ka mush te vorët. Kur qëtë në gotë, kretë bje blozën në fund. Banorët e Rrethinave janë një komunitet i përzier me shumë familje të ardhura pas viteve 90 dhe prej 25 vitesh. Kërkesë e vetme ka qenë furnizimi me ujë të pijshëm. Ndërmarrja e ujësjellësit thotë se problemi qëndron tek dëmtimet në rrjet si pasojë ndërhyrjeve të paligjshme.